SPAK dhe antimafia e distriktit të Barit kanë zhvilluar një operacion të përbashkët kundër një grupi kriminal të dyshuar për përfshirje në veprimtari të paligjshme dhe pastrim parash. Në total janë lëshuar 15 masa sigurie, 10 nga GKK dhe 5 nga autoritetet italiane. Masat u ekzekutuan në Tiranë, Fier, Vlorë, në Barleta, në Burgun e Romës dhe Agnani, si dhe në Madrid. Të dyshuarit akuzohen për vrasje me paramendim me metoda mafioze, trafik ndërkombëtar droge, tentativë zhvatjeje, mbajtje pa leje të armëve, favorizim të autorëve të krimit, shkelje të masave të sigurisë, pastrim ndërkombëtar parash. Grupi kriminal u zbulua pas vrasjes së 26 vjeçari italian në prill të vitit 2025. Lidhur me këtë ngjarje është arrestuar në Itali kreu i grupit Igli Kamberi. Ky fundit akuzohet nga autoritetet se bashkë me 4 persona të tjerë kanë vrarë Francesco Di Viesti. Po ashtu në pranga ka rënë Ergys Kastrati, i cili së bashku me gruan e tij dhe 2 shoferë transportonin para. Në total janë sekuestruar 8 automjete, 10 llogari bankare dhe 4 shoqëri tregtare dhe 1 milion euro cash, pasuri të cilat u përkasin familjarëve të Kamberit dhe Kastratit.